Mirë, jemi këtyre në studio, vazhdojmë të jemi drejt për drejt në të shtatet dhe në YouTube, si që thamë do të flasim për diçka të rëndësishme dhe natyrisht që është për të vlerësuar për një iniciativë të disa mërgjimtare. Gollaku pa mbeturina, në fakt e kanë këto në majicat të cilat dhe do t'i shihni tani. Jam bashkë me ne në studio Arben Lahu, Neida Lahu dhe po ashtu Arben Berisha. Mirë se erdhe, shumë knaqësi me ju pasim. Për ndryshe, dy të parët jetojnë në Zvicër, ndërkohë Arbeni jeton këtu në Kosovë. Kemi shumë çka të flasim, po fillimisht me që kemi mërgjimtar, pyetja e parë që vjen natyrshëm është se si po i kaloni këto ditë pushimi në Kosovë, në këto temperatura të larta tani. Mirë, domthonë. Mirë, faleminderit, domthonë. Temperaturat e larta po na po kënaqemi këto. Çka po shihni më shumë në Kosovë? Takimet me familjar, domthonë shëtitje, domthonë janë momente të kënaqshme, domthonë kur ti vjen pe diasporës dhe pre domthonë me kënaqësi në vend tonë, në lindje. Neida, duke diçka më ndryshe se herave tjera që vjen ose çka shihon më shumë në Kosovë që mezi pret me ardh? Natyrisht te buka jon. Te buka jo? Te buka jon, buka shqiptare. Do thotë nuk është patjetër të shkosh edhe në për restorana ekskluzive, por kjo aroma që bopave neve mërgjimtarve na kënaq. Siç mua ashtu Dalesa e parë po e paramendoj tek një çebatore. Po, me të vërtetë, domethënë nuk është vetëm diçka tjetër e madhe ekskluzive në restoran, por mjafton aromën e çebapave me shku me ndje dhe mungi buk. Ana Arbeni mbyllim dritaret në Kosovë, s'meni. Se ka shumë çebatore. Kjo se si e tha pak e Neida me mungi buk. Po. Pse? Do thotë se na mungon aroma e Kosovës. Tashti ne jemi prindër të 4 fëmijëve. Nuk është, domethënë, kuptoj gjenerata e re tash po jeton pak më ndryshe se ne. Por unë tashti me fëmijët e mi kur të hy domethënë vetëm te kufiri mërdare, është e para që kërkojmë mu hap dritaret e veturës edhe mu një aroma e Kosovës. E kjo është që kurse neve dyve si prind që na mungon vendlindja, e kemi domethënë ripërtridhet të gjeneratat të fëmijët e tonë, do me thonë mungesën e vendlindjes. Edhe pse të linduret e rritur do me thonë në Zvicër. E di që kemi shumë për të folur, po edhe Arbeni më pysim Arben, ju si po kaloni me diaspora dhe me mërgjimtarët? Mirë shumë se kanë ardhur në tokën e tyre, shtëpiat e tyre, i kanë hap dritaret e tyre, edhe në Prishtinë dhe kudo në Kosovë është një frym krejt tjetër. Faleminderit për këtyre në radhë parë që ekzistojnë, edhe na kanë marrë neve si popull në ekzistencë deri tani dhe vazhdojnë të na mbajnë akoma. Ne sot jemi shumë më mirë, fal organizimit ton, po ndihma nga ata gjithmonë kanë qenë mirëseardhë dhe vazhdon të jetë e tillë. Atëherë Beni, faleminderit shumë për gjithë ndihmën e Neidës. Ka një familje të mrekullueshme, me Benin njihim në qysh nga shkolla e mesme, edhe tani do të vazhdojmë edhe pse ke marrë provë. Prapë nga Beni kemë këtë iniciativën me qësoni pa mbeturina. Samir, me qenë mirë një, asasë shumë shpesh bëhet këtë debati se a ka ndryshuar raporti mes atyre që jetojnë në Kosovë dhe personave në diaspor, por gjithmonë është ky realiteti që ndihma nga diaspora është e padiskutueshme. Dhe e rëndësishme. Do të ndalemi ne tek kjo iniciativa, thash, si nisi dhe pse nisi, është një pyetje, domethënë, çka ju shtyri? Ne kur flasim për mërgjimtar, flasim për shumë tema, po rrallë herë flasim për diçka të tillë. Nisi është unë si adhurues i natyrës dhe marr pjesë, domthonë jam antar i një shoqatës të hikingut të ecje bishkataris në Zvicër. Domthonë Illyricum Hiking, quhet domosht organizata, cilë ku jam edhe antar aty. Gjatë ecjes në natyrë, domthonë ti ec me kilometra, nuk sheh kur një mbeturina apo një sen bjeshk. Atë domthonë mbështytja kjo ta sjell edhe te na. Këtu në Kosovë domthonë përkundrazi që domthonë jam adhurues shumë i natyrës, edhe vi nga zona e Gollakut me prejardhje, atëherë thash duhet marrë një iniciativë sa do pak me bo një sensibilizim, një vedisim të njerëz, ju që mujna na me arrit shumë, se du me ka shumë një superfuqi e madhe për me mbulutje, me hik shumë mbeturina që janë deponu qysh moti në zona do ndryshme, po sa do pak një vedisim për të ardhmen. Edhe kjo më ka shtymat shumë të për me marrë një iniciativë, edhe ku marrë qysh është viti i dytë, kina
Vitin e parë kena pas më shumë sukses, domethënë si vjet kena pak më pak dëshpërues. Pse? Çka ndodhi? Arsye domethënë pak njerëz nuk janë domethënë as të interesuar domethënë për bashkangjitje. Nuk hylën për shtypje domethënë një gjë domethënë që e bëjmë ne. Ndoshta jemi mësuar me atë realitetin edhe vetë që e kalojnë domethënë sikur një epizod domethënë. S'ka pas shumë interesim ndoshta për t'ju bashku e iniciativës e Nejda. Ju ke bashku iniciativës me njëherë, kur ke dëgju që idenë ndoshta të Arbenit për me bo këta, apo e keni bo bashkë? Ja, dëgju të bashkëshortit, ja. Ja zbot. Po, do të isha në 2 ditët, por problemin e kam edhe djalin 6 vjeçar, edhe nuk i kam prindrit, vjehrën nuk e kam, e kështu që nuk kisha ku ta lë djalin e vogël, se vajzat kanë qenë domethënë bashkë me grupin atje, edhe isha në mëngjes me djalin, edhe mas dite, e në kasë edhe nga Struga kemi pas një kolege që ka erdhë, edhe me shumë keqardhje, kur ajo si kolege edhe gazetare nga Struga, erdhë edhe invalide, me një shkop, edhe u bashkan gjitë, unë për vete, unë të shprova mas ditën e të shtunës, përse gjitha ato vetura që o enqin poshtë lartë, nuk e undalun, edhe nuk u bashkan gjetën. Ndërsa në këtë pika Arbeni pak mundet me na tregua, domethënë pse mbase mund të ketë një lloj hezitimi dhe mos mbështetje kësaj radhe, duke i njohur edhe nga afër njerëzit tani. Ndoshta fillimisht para se të kaloj këtu, për teleshikues të ju, do kisha dëshirë të jap një përshkrim të shkurt të termit apo të krahinës së të quajtur Gallap apo Gollap. Unë mendoj se është njëra ndër krahina më të mëdha shqiptare. Është komuna Prishtina si kryeqytet, do të thotë është territori i saj. Një pjesë e Gallapit shtrihet edhe në territorin e Podijevës deri te fshati Toricicor, Llane Ballaban. E këtë pjesën kënej është komuna Novobërdës. Komplet në Gallap, po është edhe një pjesë e Kamenicës, duke është edhe pjesë që janë për lartë kufirit, shqiptarë, po shqiptarë sërbë, tu është edhe komunën e Medvegjes, e tëra është në komunën në krahinën e Gallapit. Beni ka marrë këtë iniciativë, është viti 2 me radhë, përsëri e falenderoj e përgëzoj familjen e tij, do të thotë Zboshko, Beni me familjen e tij kanë kontribuar edhe në aspektin financiar. Pra gjithë ata thosë, vetura e Benit është me plot të thosë cilë po e shumë. Kem dorza, kem kopse në betorinave, gjona tjera. Duke i shti aty edhe ujën e ushtime, gjona tjera. Pra është bën një organizim duke u menduar çdo detaj. Beni është që të ketë një përkraje bukur të madhe të qytetarëve. S'po ne, si në veçanti në rrjetet sociale, por edhe jashtë tyre, jenë përkrahës bukur të mëdhaj të këtyre kampanjave. Mirë po kur vjen në realitet apo të po në praktik të jem praktik. U kënaqaj, pastaj ai do kafshët shumë dhe kur po i sheh këto pamje. Gëzohemi kur vjen diaspora, se ka një çasti tjetër, qoftë edhe për mënyrën se si duken këto fshatra, pastërtim, por edhe kujdesi ndaj kafshëve, kujdesi natyrisht edhe ndaj njerëzve që vrihet më shumë. Po dhe Arben përmes sharua, se shumë mirë që e ceke që ata që vinë, që dëshirojnë t'i bashkojnë kësa iniciative, nuk kanë absolutisht asgjë që të investojnë. Thjesht mjafton ardhja fizike. Po, si vullnetar. Po, vullnetar. Do të thotë Beni është përgatitur për një numër shumë të madh të pjesëmarrësve. Vitin e kaluar kem pas disa pjesëmarrës më tepër, nëse nuk mos ikum agjendës ju. Jo, pa gal. Kem mujt të arrim të pastrojmë rrugë që më thonë distanca gjata në 2 anë të rrugës. Mirë po, në këtë radhë jo, këto po ishen e 2 vajzat, njëra është e imja, njëra është e Benit. Beni ishte skeptik të shtunën, pra kur fillum aksionin, tha nuk di që do të bëjmë, po e shohim se si vjet nuk i kem punë mirë me të interesuar ose me të bashkangjitur. Thash jo, Beni, ke pas gjithat investim, te ka lajmëruar në për radio, media ndryshme, shtyp, rrjetet sociale, kampanja ka qenë, ne do të vazhdojmë edhe Zboshko. Edhe kem filluar Zboshko me Beni. Edhe me dy qika tona tani janë të 19 vjeçare, me Luanën edhe me Vjoli. Edhe, po çka do të bëjmë? Më falni mos po e teproj, çka do të bëjmë? Kemi sa të dush hapësirë do i pastrojmë. Kjo është oborri
jashtë të borrit shkollës në Galimetit Rbeshi në fshatin Bullak. Tregon gjendjen se si është në afërsitë një shkolla. Pra ke marrë ambiente rreth objekteve, shkollave, krojve. Pra jam vendet cilat frekuentohen më tepër, udhkryqeve ndryshme, shtatoreve, Arbet, vend drejtë nga kjo që po shohim, një situatë me më të rënduar e kemi në kryeqytet, me mbeturina. Bazdite na u kanë bashkangjitur zonja Neida me të nderuar e Lulieta nga Struga. Pas ditën e parë, kurse të dytën kem pas një dhëndër të Benit, Kenon. Janë kryesisht njerëz të afërt që janë. Doktore Njazi Gashi. Nëse nuk gaboj kërkoj ndjes prej dikujt që nuk kem arritur ta përshëndesëm, ose të përmendëm si pjesëmarrës. Këtu jam pra dy benet. Edhe zboshko dy benet me familjet e tyne, duke ishte edhe 3-4 pjesëmarrës tjerë, nga 2-3 orë sa kanë pas mundësin tjerë, do të thotë i kem pastru, po thom i kem pastru, apo i kem largu, ato mbeturina duke i futur në përthos, dikon bi 40 kilometra distancë nga Prishtina deri në pikën vetë kalimin kufitar në Motivut. Që ka bë gogja punë, ndoshta ta pyes Benin pak nga kjo iniciativë dhe vitin e kaluar dhe sot, çfarë ka qenë befasi për ty për gjendjen themi kështu me mbeturina në Gollak, por edhe në Prishtinë dhe ta bëjmë një krahasim edhe me vendet evropiane? Unë e pota dhe temë të lirë me shumë do kolegë, gjendjen e Prishtinës kur nuk e kom po ma keq. Me mbeturina kur ma keq nuk e kom po. Unë jam i lindur i rritur në Prishtinë. Gjendja e Prishtinës është e tmerrshme. Zonën tash ku folim për Gollakun, deri në pikën si nife Stallova, fshati aty ku dalë, fshati dhe për kolegjet aty, ka qenë e njëjta në gjendje bile, s'ka diçka ashtu si ka qenë vjet dhe si vjet, nga aty është gjendja më e mirë, ka ma pak mbeturina, apo borllog për gjatë rrugës deri te pika te pika e kufirit Motivut. Se po shohim, i pam edhe nga pamjet, ka dyshek, ka dyer, ka gjëra që ndoshta nuk do duhet të hudheshin në këto vende ku janë themi të frekuentuara, qoftë nga fëmijët, qoftë nga qytetarët e tjerë. Plus rreziku që mund të jetë tash për shkak të temperaturave të larta që mjafton një. Po dhe në fakt e ndoshta jo për të fajsuar vetëm institucionet, komunën, ata që e bëjnë punën, por ndoshta edhe shprehja e qytetarëve, atë jemi pak më të përgjegjshëm për mënyrën se si sillemi, se si kujdesemi për ambientin. Mu më vjen shumë keq se probleme unë po shoh edhe prindër me shumë keqardhje kur fëmiu përfundon një qips. Pse i thot fëmijut nana apo babaj lëshoje? Pse? Tash jasone nuk me dhoni përgjigje, a thamë është kultura apo edukatë prindërore, po nëse na vazhdojmë tek fëmijët e vegjël kështu, ai fëmia çashtu do të rritet. Po, mendon se ajo është mënyra se si duhet veproj. Kurse ne tash se nuk i bën kjo si lavdat, por kurse ne nga Zvicra deri në oborrin e Prishtinës e mbajnë një qese të lidhur në derën e veturës edhe i hudh aty mbeturinat. Po që mbushet thesja kudo që të ndalëm, qoftë për derivata apo për të bëni pauzë. E shfrytëzoj, e heku nga aty dhe e hudhi në kosh të mbeturinave. Po edhe këto mundemi brez krejt se cili që blen diçka në market ta jep një qese. Nëse ti fillon aty në vetur për të ngrënë ose për të pirë, ti e ke një qese rezervë. Hudhe mbeturinën aty. Kudo që të nalesh kape, edhe hudhe kontinent. Praktika thjeshta. Zonja Beja, natyrisht, jo, më falni, Eneida, sepse kemi edhe një bashkëpunëtore tjetër që shumë shpesh lidhet në këto tema kur janë përmirëgimtarët. Doja të dilja pak edhe në këtë temë, që mbasi s'është mirë ta prekim, por gjithsesi një këndvështrim juaj, por me këtë pikë edhe i Arbenit, se sa mund të jetë ndikuese në këtë mos interesimi për t'ju bashkuar sa iniciative të rëndësishme, edhe pak fakti dhe ky gjykimi që vjen nga këtu për njerëzve që po vinë nga diaspora, po na mësojnë edhe si të kujdesemi për vendin tonë kështu me radhë. Pra janë biseda që ne i dëgjojmë, ndonse nuk na pëlqejnë. Sa e shihni këtë një faktor në këtë mospërfshirje? Tash 10 do un kam pasur në diskutime të tilla, me një fjalë me atë zhagronin shqip. Ju jeni me të normën e pastru Kosovën. Kjo ka qenë pyetja. Edhe e dyta jetë të bë prej mendje madhësisë. Po, ose për lajka në rrjetet sociale, për kundrazi, unë nuk jetoj për lajkave apo për rrjetet sociale. Kur këmë fillum ja spjegu, investimet sa kanë qenë
për rreth komplet, do më thonë, organizimit, nuk e kanë marrë serioze. Dhe me kjo, po, është do më shkak ti ekipit një qëllim tjetër me prapavi. Kurse për mu, do më nuk ka qenë kur farë qëllimi, kur farë do më prapavi. Pjesht nga një vetë dëshirë. Vetë nga dashnia për natyren. Kjo ka qenë. Arben, duke qenë këtu dhe duke e njohur mirë këtë mentalitetin dhe diskutimet që bën, sa e shen një faktor në këtë? Tash pas e jetoj në këto, mirë po e thu, ndoshta edhe mentalitetin e kemë përbashkët. Po nuk do të arsyetoj askund nga përgjegjësia e tij për mbajtjen e ambientit tonë pastër. Si mërgjimtar, po edhe si neve. Shpesh shohim edhe mërgjimtarë që mund të vozëzisin shpejt. Mund të hedhin betorina nga rrugë. Kem hasur bene edhe dje, për shembull të hedhura gjësende ose shporta kese kota di, me mbishkrimet të marketeve më të njohura evropiane të cilat nuk gjenden te na. Plus aty kum pa edhe pije energjike ose pije alkoolike të cilat nuk janë në tregun tonë. Do thotë ato janë sjellë nga jashtë. Ne secili se vim këtu disi edhe shlirojmë, edhe mërgjimtarët. Po, dhe am lejon këtu, vetëm diçka të lutem, se atë pamjen që e shpjegoj, zonja Anita kishte shumë të drejtë, dhe në fakt ashtu do duhet të ishte se si të kujdesemi ne për ambientin në këtë rast. Por, problemi më pas është që ne përballemi edhe me një pamje tjetër, dhe një prej tyre ishte të shtunë. Do të thonë, e dini për momentin se si është një lugë e madhe në Prishtinë, një allakam e madhe, dhe në fakt pikërisht një mërgjimtar në anën e zebrat, tek zebrat në fakt pak më larg e kishte ndaluar veturën dhe rruga ishte bllokuar. Pra, kur ne shohim tani një papërgjegjësi të tillë, sepse besoj që atje ku jeton, jo që nuk guxon dalë, po nuk guxon as ta mendoj realisht që ta lë veturën. Pra, po përballemi me dy realitete, njëkohësisht. Gjithmonë në këtë rast, përpjekja e benit, po edhe gjithë familjes, në këtë rast, sa herë përmend benin është kontributi familjes lohë. Është sensibilizimi i popullatës apo vetësimi i asaj pjesë e popullatës të cilët e bëjnë këtë. Mesin e tyre mund të jemi dhone, mund të jemi edhe shumë tjerë. Pse mund të jemi unë në radhë parë? Sepse punizmi bini nga bunori ajrati deri në vendkalimin kufitar, përveç asaj pjesës dhe prapashtica, shumë pak ka edhe kontanjer. Ose pika ku vendosën në për këto vend apo udhkryqit apo lidhjet me rrugë anësore, gjëra tjera, për shembull, ka shumë pak vende ku ka mundësi në mu vendos mbetorinat. Në për vende ku ka pas mundësi të nalet vetura, pa marrë parasysh ka qenë e huaj apo e jona, aty kanë hedhë edhe bërllogën, sepse kanë dalë me u përshu, kanë dalë për nevoja tjera, ku ta dione, po aty kanë hedhë sasi të mëdha. Kem po thon prej më ndryshmeve. Ne çka duhet bëjmë? Ne duhet në radhë parë ndoshta si institucione, nëse guxoj këtë rast sepse nuk jam i fushës, nuk i di mirë dhe nuk dua të jam përgjegjës për fjalën që mund të them apo të kritikoj dikon, sepse nuk e njoh. Çdo institucionet kanë, po besoj se numri i sportave, numri kontanjerëve duhet të shtohet në për këto pjesë. Pastaj pse jo, të bëhen edhe vëzhgues. Të ketë vëzhgues vullnetar në për këto hapësina. Nëse gjitha kushtet krijohen, duhet të jenë dënimet e rrepta për qytetarin i cili hedh betorinë. Edhe këtë po e nisëm edhe një gjobat. Unë edhe beni jetojmë në kodrën e trimave. Kodra e trimave, lagja Kolovica, besoj Hajvalia, shumë tjera, janë banor rezident komunës së Prishtinës, ku kanë edhe kopshte. Ato kopshte ku duhet hedhin ato, lyp mbirbajtje, pema, borë, gjithë ato. Pastaj ato duhet mbrana borëve tona të bëjmë një tretin e tyre apo të bëjmë diçka, do të lëmë diçka sepse ende nuk e hina në selektimin e mbetorinave gjana të tjera. Besoj këtu kishte qenë një hap i madh i nivelit komunal qendror që vetë qytetarit të imponohet një selektim edhe një qasje sa më e lehtë deri te hedhja mbetorinave. Do të thotë ide që në shtetet evropiane riciklimi këtu pak me motivu edhe qytetarët, ndoshta sepse në vende tjera marrin monedha për secilën shishe, ndoshta që e riciklojnë. Besoj që edhe këto ide do të ishin. Edhe këto ide. Gjitha janë këto shtytje që ne mos e hedhim. A hedhim ndonjë prej neve alumin apo bakër këto jo? Nuk e hedhim sepse ke mundësi për mishit. Pra, edhe të plastika, nëse vjen mundësia për mishit edhe qytetarët kanë atë leverdi, edhe të e them edhe kur vjen një dënim për
atë shkelje cilën e bojmë si qytetar, pastaj sigurisht se do vi dizoni. Absolutisht, arbeni me shumë të drejtë të gjithë pojqat para përgjithësisë, si ata që jetojnë, si ata që vinë, si janë diaspor, të gjithë duhet kemë. Ishte ndeshja e futbollit Zvicër-Kosovë, atë det Benteshi. Po, ka që moti me shi. Qytetarët pa të vendos mbuloja najlone, po plastiko, që mos i lakë jo. Me mujë tona ka nejtë në hapësirën e parkingut. Ato pa mrapa pallatit rinis aty. Kush e ka bërë ato? Nuk e ka bërë shteti, kemë bërë secili na që kemë qenë pjesëmarrës në shikimin asaj ndeshje shumë madhështore. Shumë raste mund të dhejmë edhe dy kombëtarëve tonë në këtë rast. Po dhe duhet njësë nga qytetari, kjo është do të thotë qytetari ka përgjegjësinë, mirë po edhe institucionet tona me të vërtetë ju bëj apel që ti krijojnë kushtet sa më të përshtatshme që qytetarit vi sa më shpejt të hedhja mbetorinës në vendin e duhur. Po me politikë si jeni? Shumë mirë. Shumë mirë, Qetë, por unë duat ja bëj një pyetje, sepse kemi një deklarat që gjatë këtyre ditëve është diskutuar shumë dhe është një temë, le ta themi, deklarata e Kurtit që e bëri pikërisht në pritjen e mërgjimtarëve në Prishtinë, ku tha që në Kosovë po krijohen kushtet që diaspora të kthehet në vendin e tyre. Sa pajtoheni me këtë dhe a do të ishte, a ka pasur, a do të ishte të gatshëm që të ktheheni për të jetuar, për të vazhduar të jetën veprimtarin, apo nga kjo që shihni është larg kjo? Tashti nëse më lejohet mu fjala, unë sinqerisht me shumë dëshirë po vetëm se kisha lyp kushte. Cilat janë? Kushtet e mia tashti kisha fillu nga sigurimi i shëndetësisë, nga paga, s'ka nevojë mu përmend tashti sa. Jo, s'po në detaj. Edhe pushimi vjetor siç e ka e krejt Evropa. Tashti edhe orari punës. Orari punës krejt në Evropën kuptohet nga 8 orë, maksimumi në orë, e jo 12 e 14. Kur personi, qofshit ju si moderator, qofshim na që punojme dikon kutadione, diçka një punë më të lehtë, kur t'jam i semurt, me paguhet dita se jam i semur. Po, keni arsyetim se nuk e dalin Po, punë. këto do t'ishin kushtet e mia. A janë këto kushte? A i Kosovë thani? Do t'ju pës sepse e ka thënë Kurti? Jo, tashti kemi edhe familjar, po kemi edhe shoqëri gjanë, do me thonë këtu, me atë sa i njoh edhe sa kemi pas diskutime, me personat nuk janë. Po, nuk ka ndodhur të ndryshime. Arben? Jo. Po, a ki kërkesa tjera përveç këtyre bashkëshortës? Nuk e shoh veten domthonë për mu këtu këtu. Kjo është unë personalisht si person, si person se kisha gjetë shumë mirë veten këtu. Po jo na shtan që rrethinën e Prishtinës, po isha i gatëm biesh diku. Po për feminit jo, për momentin se domthonë këtu ende nuk ekziston kjo mundësia domthonë shkollimi me praktik. Gjatë shkollimit, kur përfundon klasën e 9, tash si është, fillon praktik, po domthonë 3 vite me një zanat apo ndrejtimi çka cekit. Edhe gjatë zanotit ata financohen për financat e veta, marrin një pagë minimale, edhe motivohen, edhe e kryen domthonë zanatin që ka vendosur përcaktuar në atë lajm. Këtu domthonë ende nuk ekziston këtu mundësi, ka shumë ndoshta pa rregullsi, ndoshta koha ma ka imponuar qysh modit që jetojnë në gurbet, shumë domon pa rregullsi, ende nuk më gjetë veten këtu për momentin. Shumë e du vendin, shumë mundona me dhon kontributin maksimum për këtu, po për momentin ende nuk jemi gatshëm ndoshta me thonë që ka thonë Albini mu kthy ju. Por Beni mu ka thonë diçka personalisht. Gru me 60 e iko, ti ndash hajde, ndash mos hajde. E ka. Dikush e pashë edhe shumë komente, prej komentet ishin ajda të tilla që për shembull ata që do të ktheheshin për të jetuar, janë ata që dalin në penzion më pas. Do të ishte vinë në vendin e tyre, e shihojnë jetën, po e marrin një pak të mirë nga atje ku kanë punuar, dhe Arbenin po e pyesim që duke jetuar këtu, apo ja krijojnë këto kushte diasporës apo jo, apo jemi larg? Ne jemi shtet i ri. Jem të kriju alo institucionet. Se cili vetë se do të vjetë me i sukseshëm se viti i kaluar. Urojnë? Gjithse se do të bëhet. Prapë duhet të falenderoj mërgëmtarë. Ta janë shpinë e tyne. Ta duhet kontribojnë edhe të ndjejnë, po ashtu se ndjejmë edhe ne. Rregullat cilën ne kemi kriju, i dim se je ka dhe më të mira. Po ne duhet shkojmë derisa të krijojnë edhe kushtet më të mira, gradualisht, duke u zgjenuar rrugë, duke u kriju ura.
nuk e krijuar sa gjëra tjera, derisa të bëhet një jetë më stabile si për fëmijën tim, po edhe si për fëmijën e Benit, që nesër prapë do të vjen se me ngrit toka e vet. Kjo është neve na jetë edhe shumë punë për të bë. Nuk e di, kjo është një çështje e bukur e dhëmshme, po besoj se gradualisht po fillojmë t'ja dalim. Kem probleme të cilat janë të trashëguara me shekuj. Shohëm Prishtinën e kem me të vërtet, po e thojmë një kaos i cili po shkon duke u rregullu gradualisht. Pse e kem atë kaos? Sepse në lagjet tona vetë shteti jon i atëhershëm, pra në sundimin serb, ka lënë me qëllim probleme të cilat neve do të na congojnë në zhvillimin infrastrukturor, po edhe ato politike gjëra tjera. Këto me kohën do të kalohen, do të lypen investime, po prapë Beni dhe mërgjimtarët tjerë besoj se do bëjnë më të mirën për vendin tonë, do të jenë për krahas tonë këtu, edhe do e arrijmë edhe këtë gjëra. Do të ndihmojnë në Kosova, Kosova shtëpia jone përbashkë. Nuk kemi vendi jone përbashkë, andaj bën. Nuk ka modërzu për çdo vetë presim kampanje për çdo me një farforë do të bën mos na le. Ta bëni presioni me ndryshimet e reja, edhe duke u nis këto 2 vjet. Po 2 vjet kem bën një punë të mirë besoj. Absolutisht, prandaj edhe jemi këtu po flasim ka gjatë. 2 vjet do të bëjmë një punë të mirë, nesër do i kem 4, 6, 7. Që mos demotivohen edhe të tjerët. Edhe në përsetëlin aspekt, jo vetëm te pastrimi, por edhe te një investim çka me të vërtetë do të ketë zhvillim. Në fakt, Arben, çfarë më pëlqen shumë tek ju është që kjo kritika po shoqërohet me një optimizëm shumë të madh. Është shumë e rëndësishme për të shoqërinë tonë, se donjëherë duket që nuk kemi shpresë, nuk kemi optimizëm për gjërat që do ndodhin të mira. Se ne kemi mundësi pak me ndryshuna, do të jem tati po, për ta ndryshuar. Do e bëjmë ndryshimin. Fare krit jemi në fund, por një gjë që e thatë më herët dhe ishte e rëndësishme që këtë dashurinë ndaj Kosovës, ndaj njerëzve që e keni bartur tek fëmijët tuaj saktësisht. Dhe pyetja është konkrete që sa fëmijët sot e ndjejnë Kosovën, e duan Kosovën, e duan njerëzit, sa janë të lidhur. Po e bëj pyetjen duke mos i njohur, prandaj po ju pyes. Po tashti çdo pushim që e kemi, po flas vetëm për fëmijët tanë thonë na shkojmë në Kosovë. A shkojmë Kosovë. Është... Sa vjeçarjen? Vajza e madhe 20, e dyta 14, e treta 11, edhe djali 6. Edhe kështu që janë padyshim që e dojnë Kosovën jashtëzakonisht shumë. Sepse edhe atje në Zvicër ku janë, i kemi në ansamblin, nëse më lejohet me përmend, ansamblin Trojet, ku vallëzojnë, ku e festojmë festën e 17 shkurtit, ku e festojmë edhe festën e 28 nëndorit. Do me thonë edhe atje i veshin ato rrobat kombëtare, edhe kështu që normal krijohet atë dashuria edhe tek fëmijët. Për cilët. Ne ju falenderojmë për sot, natyrisht që do të kemi tema të tjera për mërgjimtar, po tuaj se çdo ditë jemi duke folur bashkë me ta, me shumë kënaqësi do t'ju kemi prapë. Për sot faleminderit shumë. Ju faleminderit edhe juve. Ka mundësi, edhe me bën një falënderim. Ndaj do më thonë 3 kompanive cilat më kam përkrah. Do më thonë është Ujza Qeci, i cili edhe 10 do më ka dalë në ndihmë me ujë të pishëm, të mjaftueshëm, pa limitum. Kompania Dardania SHPK nga zotri Behram Gashi, i cili vjen dhe i mbledh beturinat për gjatë rrugës. Na do më kena vendos, ai sot i ka të rjek gjitha. Dhe do më një restoran i cili funksionon në Zvicër, ku më ka përkrah me qese do më thonë të mbeturinave komplet, më ka mbulu si vjetë qeset e mbeturinave restorani Barone. I falenderoj të tret nga zemra. Shpresojmë që vitin tjetër do të bëjmë më shumë, do të arrijmë më shumë. Ta beni mos u dorzo. Kështu që edhe ju mirëpresim edhe vitin tjetër. Po, për shembull vitin e kaluar kanë qenë ekipet tona, por jashtë kësaj radhe ngjarje gjithandaj siç po e shihni edhe ju vet, po natyrisht që do të jemi. Por një përkrahje është edhe kjo që jemi sot këtu apo jo. Faleminderit shumë.